I lartë madheshme na bën një përkujtim madhështor. Na thot, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allahu është ai i cili ju ka nxjerrë juve prej barqeve të nënave tuaja, ndërsa ju nuk dini asgjë. Dhe ju ka bërë juve dëgjim dhe shikim e zemër që të falenderoni. Pra shikoni Allah i madheshëm sa begatues i madh është. Ai kur na ka nxjerrë neve prej barqeve të nënave tona, ne me të vërtet nuk kemi ditë asgjë. Kemi qenë si thuhet tabula rasa. Nuk kemi ditë asgjë. Dhe na ka bërë dëgjim shikim dhe zemër që të jemi falendërues. Pra, na i ka dhënë mjetet e mësimit. E çto janë ato 3 mjetet e fitimit të diturisë. E para është dëgjimi, më së shumti njeriu mëson duke dëgjuar, pastaj duke shikuar, dhe e treta duke lexikuar. E këto për çfarë arsye na i ka dhënë Allahu i Madhëshëm? Që të falenderoni. Pra s'ka kërku shumë prej neve, me ka begatu me gjithë këto të mira. Vetëm gjë që ka kërku prej neve është që ta falenderojmë duke adhuru ata dhe duke u bindë atij. Prandaj le të jemi falendërues ndaj Zotit ton për begatitë e tij të panumërta, cilat nuk mund të numërohen, as nuk mund të përkufizohen asnjëherë.